أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Titulli I ligjëratës kujdes, por kishte të bën me disa, domethënë, veprime të disa njerëzve dhe xhamateve që kanë blendimin e tyre bidate, por pasi që na nuk arritëm me përfundue në mësimin e kaluar kretë atë që dëshirojmë ta paraqesim para jush në lidhje me bidatin, do të vazhdoj në këtë kohë që e kemi për të folur shkaqet që kanë sjell shpikjen e bidateve dhe pasojat, duke I lënë domethënë përsëri disa elemente jashtë, do thot, sharimit. Pasi që na I përmendëm definicionet dhe do thot çështjen e bidatit, ti përmendim shkaqet që është shumë e rëndësishme, sepse me siç është ai gjuha e mjekësisë, me eliminimin e shkaqeve, do thot ajo është diagnostifikimi I sëmundjes, pastaj është shumë lehtë me u gjetë terapi. Kur e dim se si përhapen ose si vijnë bidatet, atëherë e kemi lehtë se si duhet ta luftojmë domethënë këtë dukoj. E para është ignoranca, padituria. Edhe ku do shkoni, edhe e shihni, sa më shumë që ka ignorancë në një vend, aq më tepër ka bidate. Sa më shumë që përhapet dituria, aq më shumë luftohen bidatet dhe paksohen ato. Dhe për atë shkak është ky seminar, ka qenë seminar I kaluar, për atë shkak janë ligjëratat e hoxhallarëve, që ngrisin vetdijen e xhamatit, të shtojnë dituritë fetare, që ata të adhurojnë Allahun xhelal me dituri. Edhe ka dallim të madh në sasi dhe cilësi të ibadetit mes atij që din dhe atij që nuk din. Sa për ilustrim vetëm, për shembull, neve na ndodh kur shkojmë në hax, në midis Mekës e shef haxhiu në plak, që shihet domosdoshmë nga veprimet e tija se I mungon turia fetare, për shembull bën lutjet të Medinës, xhamisë pejgamberit sallallahu. Ose të kundërtën. Këtu te na kur falesh afër dikujt që është pak më I vjetër, e shef shembull në Qiyam lexon tehiyatin. Në tehiyat për shembull lexon elhamin. Edhe kjo ndodh argument se ai do thotë elhamda që falet, neve domthon po ja kanë zvon mu falet, tash e ka vështirë me I mësua ato gjëra. Kështu që për juve që jeni të ri, do thotë është një met shumë I madh që tash tu ka dhënë mundësia ti me mësu fen tamam. Që nesër çdo ibadet që e bën e ki tamam inshallah taala vetëm me shto. Andaj ka dallim të madh edhe në cilësi, edhe në sasi në ibadetet atyre që din krahasim me ata që nuk din. Dhe për këtë shkak thotë, ku ka ignorancë, do thotë ka edhe përhapje të bidateve. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wala takfu ma laysa laka bihi ilm." Mos fol atë që ti nuk e din. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu masula, sepse edhe zemra, edhe ndëqimi, edhe shikimi, të gjithë këto japin llogari. Andaj shqiset e perceptimit që thithin diturin dhe ti flet me dituri shpërblehen. Po nëse ti nuk I shfryzon këto të mira që dhon Allahu, shikimin, dëgjimin, zemrën, analitikën, edhe nuk vepron me dituri, atëra këtë to kanë me dhon llogari të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj si thot domthon Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, kur Allahu subhanahu wa ta'ala në surën A'raf I rendit mëkatet, fillon nga më I lehti drejt më të rëndit. Dhe shkon çfarë renditje bën Allahu drejt të mëkateve. Dhe thot: "Kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Thuaj, o Muhammed, Allahu, Zoti jam, I ka ndaluar haramet e para, imoraliteti, I dukshëm dhe I mbrëmshëm. Wal ithma, e dyta, mëkati, më general. E treta, wal baghya bi ghayri al-haq, dhe zullumi tjerëve pa të drejtë. Do të mujnë në hak tjerëve. 4. Wa an tushriku
billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ti bëni shirk Allahut, gjëra për cilët nuk keni argumente dhe fakte. Immoraliteti, mëkati, zullumi, shirku. Edhe zakonisht na themi shirku është më i madh. Mirpo Allahu subhanahu wa taala vazhdon dhe thot: "Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun", dhe të thoni për Allahun atë që nuk e dini. Andaj të flasish mbi fen pa dituri është mëkat edhe më i madh se shirku, se prej atje vijnë këto të gjunohet tjera. Dhe kjo është një sprovë e madhe, dhe kjo sprovë vlen për gjithë umetin islam, ulema dhe xhamat, hoxhallar dhe xhamat. Edhe hoxha duhet me pas frikë Allahut, mos me fol pa dituri mbi fen, e më për xhamatin mos flasim atëherë. Edhe çka duhet të jetë thirrje që mësoj e fen. Andaj hoxha në fillim të seminarit dhe u rastis shumë mirë e përmeni ajetin kuranor ku Allahu thot fa'lam annahu la ilaha illa Allah thumma astaghfir li dhanbik, dije se s'ka hyrje tjetër veç Allahut e pastaj ka falje për gjunahet e tuaja. Andaj kjo fe mbështetet dituri. Atje ku ka dituri ka ndriçim, ka dritë. Atje ku s'ka dituri, ku ka ignorancë, aty ka errësirë. Andaj edhe kështu udhëzimi përmendet se është dritë dhe devijimi se është errësirë. Allahu waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min adh-dhulumati ila min an-nur ila adh-dhulumat. Allahu është miku i besimtarëve, i nxjerr ata nga errësirat shumës në dritë. Edhe kjo errësirat shumës përkuthet me vijën e drejtë edhe vizat. Errësirat janë shumë, ama nuri drita është një. Dhe ata që bëjnë kufër Allahun, mek e kanë djallin shejtanin, zhëken që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala pa të drejtë. E ai i nxjerr njerëzit nga drita në errësirë. Andaj duhet gjithë na të thrasim në këtë parim, ta mësojmë fen. Feja jonë ka nevojë për lexim, ka nevojë për studim, ka nevojë për dituri. Feja është me dëshirë, është me vullnet, nuk është me tradit, nuk është me imponim. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Nuk ka detyrim në fe. E qartë është udhëzimi nga lajfitja. Kul jaa al-haqqu min rabbikum, thuaj erdhi vërteta nga Zoti juaj. Faman sha'a falyu'min, kush do të beson dhe kush do të mohon. Kjo fe është me vullnet, me dëshirë. Ama kur ta vendosish me qenë musliman, atëherë mësoje. Atëherë mësoje, rihazë kësaj pune. Turp është që ti me të zgjatë udhëzimi disa vite dhe ti gjatë elementare mos më ditë. Pra shkak të ignoranca është shkak prej shkaqeve kryesore të përhapjes së bidatëve. Jo rastisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin mirë, inna Allaha la yantazi'u ilman intiza'an min sudurin nas ولكن بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم أو حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. Allahu nuk e ngrit diturin duke e marrë nga gjoksi i njerëzve. Domethënë, tash na kena qenë seminar 2 ditë, edhe kur shkojmë te shtëpia këtë mi haru. Kjo s'ndodh. Walakin biqabd ulama, por kjo ndodh duke i marrë Allahu ulemat. Kur e kishim gjallë Sheikh Ibn Baz rahimullahu taala, kishte malet e kishte një alim të madh që Sheikh Albani rahimullahu taala, dhe ulema të tjerë shumë, Sheikh Ibn Thaymin dhe shumë ulema të tjerë që ka pasur me Islam të cilin vendin e vet. E kilat keni problem të madh të umetit, i pyet ata dhe kur vdesin ata kima problem. Andaj duke vdek ulemat, faktisht ngritet dituria prej toke. Çfarë ndodh pastaj? Hatta idha lam yabqa alimun, derisa nuk mbetet asnjë dietar. Edhe kjo për shembull ka ndodhur në shumë qytete dhe vende ku më ardh ka pas ulema dhe hoxhallar, po flas para luftës dytë botërore, domethënë 30-tat, 40-tat, 50-tat. Aty ka luzu pra Shkupi, për shembull, ka met vazhdimësia fetare, se aty do thotë nuk është ndërprej vazhdimësia e hoxhallarëve. Edhe në kohën e komunizmit, domethënë kanë dhënë një kontribut edhe ka vazhduar feja. Për dallim për qyteteve që kanë vetë pa hoxh hiç. E kur s'ka ulema, atë kjo është natyra e njerëzve, e jetës kolektive. Çdo do të kenë dikën të parë, edhe në mejdanin e fesë, edhe në sferën e fesë. Ande kur s'ka ndaj hoxh me merit,
atër kush mrinjët bot hoq edhe pople pranon si hoq. Hatta idha lam yabqa alimun, kur smetet një djetar, i taka dhe nasu ruusen gjuhala, i mari për të par gjahilet, ignorantët. Edhe normalisht i pyesin. E ata, mas i ka pranuaj me konë kryet vendit, ase meriton, a i edhe jep fetfa për i gjepit. Fa eftohu, japi përgjigje, fa dallu wa adallu, andaj i devjojnë vetë vetën, edhe i devjojnë të tjerës. Pra që ka lufta jonë e vazhdueshme është që pajisemi me dituri dhe tua përcjellim këtë dituri që kemi të tjerëve. E dyta, pasimi i epsheve. Epshi qarkullon tek njeriu se çka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do thotë gjithandej. Dhe njeriu nuk mundet me luftu epshin e vet përveç se me sinqeritet. Edhe na folëm në derse kaluara për punën e epshit se thotë ajo duhet shumë me pas insistim për me e nënshtru epshin vetvetes. I ngjan një atit të pashalum. Herën e kaluar përmendëm një shembull me fëmijën, tash përmendëm një shembull tjetër. Kush për juve ka pa atë pashalum kur fillon ti me shalu atin vështirë, të më thonë gjun, s'tman mbi shpinë. Ama ajo shkon çka 1 herë, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu zbut, tu mësu. Edhe nefsjot, epshjot është si ati. Nëse e kalëron vazhdimisht, e shtinë në fundi, kadal edhe të respekton edhe të ndihmon. Nëse e len ashtu ai mbetet i egër edhe nuk cos punë. E man për bukurin me punë nuk cos. Madje të nan këtë rast edhe të bën dam se të largon nga haku edhe nga e vërteta. Dhe shpesh herë ndodh me ne muslimanat, hoxhallar dhe xhamat, që kur është në udhkryq mes të vërtetës ndjaft dhe asaj që i pëlqen njerëzve të majt, ose mes të vërtetës ndjaft dhe asaj që i pëlqen epshit të tij të majt, ose mes të vërtetës ndjaft dhe kërcënimit që nësa ti e thua të vërtet do të kesh pasojën të majt. Nuk është letë me vendos edhe me zgjith. Veç nëse Allahu të më ndihmon edhe ki sinceritet edhe ki guxim që ta jep Allahu dhul xhelal, atëherë ti e vendos hakun para të gjitha këtyre gjërave. Nuk është lehtë, është vështirë. Ama nëse mbështetesh në Allahun dhul xhelal dhe kërkon ndihmë prej tij dhe kërkon udhëzim prej tij dhe mundosh që jesh i sinqert, atëherë e zgjedh. Pasimi i epshit do thotë është kak i përhapjes së shumë bidateve, se njeriu ka qef të respektohet, nderohet, madhnohet pi xhamatit vet. Edhe për me kriju do më thonë kësi respekti ekstrem, atër ai shpik gjana që s'kan bazë në fej. Tregon ëndrat të imagjinume të papame për vetën e tij, për shembull se kam shumë nalt, ose tregon ndodhi që tregojnë një farlloj evlialloku ekstrem të atij që këtë këto të bëhen sebeb që xhamati ta respekton atë në mënyrë ekstreme dhe ai pastaj çka thot, ta të bëhen domethënë e saktë dhe vërtet. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala i detohet pejgamberit të Allahut: "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq." O Daud, ty të bëm më këmbës në tokë, dhe në pushtet, mbres. Ande gjyko në mesin njerëzve me drejtësi. Wala tattabil hawa, edhe mos ndjek epshin. Fejudillaka an sabilillah, i cili të largon nga rruga Allahu dhul xhelal. Innal ladhina yadhilluna an sabilillahi lahum adhabun shadidun bima nasu yawm al-hisab. E ata që largohen, lajthiten nga rruga Allahut, ata do të kenë dënim të dhëmshëm për shkak se kanë harru ditën e llogarisë. Sa të mundesh me po hile mashtime. Edhe e han popullin ndoshta. Ama nesër ku këtë dëshosh para Allahu subhanahu wa ta'ala. Sad ajeti 26. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa la tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba hawa wa kana amruhu furta." Çfarë raporti? Ky ajet është shumë i rëndësishëm për një tri musliman. Është busoll për te. I tregon ka duhet me shku për me
pas lider të vetin, hoq të vetin. Wala tuti men aghfalna qalbahu an dhikrina. Mos e respekto atë që zemra e tij është nga flet nga përmendja Allahu subhanahu wa taala. Dhe e ndjek epshin e tij dhe i ka punë e shka për terdhuna. Ai që ka këto tre komponente negative, është i shkujdesur nga dhikri, do nuk e kujton Allahun xhelal, e haron. E ndjek epshin e tij, e dyta, dhe i ka punë e shka për terdhuna, mos e bën hoç tonin. Mos e bën lider tonin. Se ai nuk mund të mendim ty. Ai veç ka mundësi me të orientu, domethënë, me të prish orientimin. Ama nësi ka të kundur të përmend Allahun dhu xhelal, nuk e ndjek epshin e tij, i ka punë, jetën e ka të organizuar, atë lirisht atë ndjekë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala afarajta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilm. A e shihni atë që epshin e ka bërë zot vetin, dhe cilën Allahu e lajthiti edhe të kishte dituri. Ndë epshi, këtë rast edhe pse ki dituri, bëhet sebeb që edhe këtu ndodh për shembull shumë muhabete të lira kur i bëjmë me disa gjëra be hoç, po ti e dim se kjo është gabim, e di mirë, po thot se një prishi qefin. E di se me thonë këtë, pasaj ata për zonë, ose ata së më respektojnë, ose ata e di në të vërtetën, mirë po nuk va thot për shkak do shybeve, dyshimeve, dilemave që i dalin ati të më dhëmë duke mendu se ashtu arsjetohet. E kështu me radhë. 3. Do të shkak për shkaqeve që shkaktojnë, do të bidate, janë dyshimet në lidhje me temat e fezë, nuk i kemi të qarta, ose janë temat të pargumentume me ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe zakonisht bidatxhit mbështeten në kësi meselet të pa qarta, definitivisht, për me i promovu bidatet e veta. Edhe është interesant se kur debatosh me ta, ose kur bisedosh me ta, ata shkojnë të nxjerrin do mesele që kur si kinite. Që hoxha atë kur si kam supse se është e panevojshme për ty. Po do të mëson mesele që ti ki nevojë për to, do të bëjnë dobi. Ama meselet që ka diskutime, janë të paqarta ose pa përfunduar debati rreth tyre, dhe s'ka vepër për saj, nuk të mëson. A e shkon ato mesele i spikat dhe i qetë si tema. Dhe në përmes tyre pas e mundot në i promovu bidatit e veta. Andaj, ajeti kuranor që e lezuam në fillim, në ligjatën e kalume, të regon qartë se Kurani është izbitur nga Allah, minhu ajatu muhkemat, janë argumentet decidet, qartat, prera, që to ka vepër, dhe neve na duhet, dhe prej tyre, një pjesë e vogël janë, po minhu ajatun muteshabihat, që ka, në më thonë, në shikim të parë, pa qartësi, edhe pse ulemat i kanë sharu të gjitha, e ti mësë merë me këto mësë do, merë me ato që ka vepër dhe të mjaftojnë ato për me i kuptu. Pse ndodhë kjo, nëpse dikush ka për këto ajetet që ka pa qartësi në ato, ibtiga al fitne, o ibtiga e të evil. Duke dasht me bo fitne dhe duke dasht me i dhonë kuptim të gabuar ajeteve të Kur'anit. E ulemat që ka thonë, o rasikhun e fil ilmi e kulun, e të thelluarit në dituri thëjnë, amanna bihi, i besojmë në këtyre ajeteve, kullun min indi rabbina, se të gjitha këto janë nga Zoti jon, po ma yadhakkaru illa ulul albab, e këtë e kujton vetëm ai që ka mend. 4. Mbështetja vetëm në logjik, në mendje. Kjo është njëra prej shkaqeve që sjell bidate. Se feja jon do të është argument nga Zoti, i sakt, domthon ajet kuranor dhe hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mendja e cila e kupton argumentin, ama nuk e prodhon argumentin. Këtu ka dallim. Thot Allahu xhelal ka krijuar njeriu dhe veçoria kryesore e tij është mendja. Po mendja në rastin ton nuk prodhon fakte fetare.
Mendja është e detyruar me I kuptu faktet fetare. Edhe normalisht ai që s'ka mend, s'ka dhe obligim fetar. Për shembull, në gjithë e dim se fetarisht do të I çmenduri I marri nuk ka obligime fetare. Obligimet fetare I bien bisu për ati që ka mend. Ama jo mendja të zë vendin e argumentit shpalljes. Po ajo e ka rolin të kupton mirë dhe të zbaton si është ma mirë. E këto është dallim domethënë I qartë. E tash me kalimin e kohës vin njerëz thënë që jo. Argumenti fetar është pas mendjes. Burimi I do të I sjelljes së fakteve dhe nxjerrjes së argumenteve është mendja, pastaj argumenti fetar. Edhe këtu ka ndodhur një debat I madh mes ulemave islam, se cila është përpara në përparësi domethënë a është mendja apo është argumenti fetar I saktë. Dhe Imam Ibn Taymija rahimullahu taala ka shkruar një libër në 9 vëllime ku e tregon domethënë e sqaron menjanimin e kundërthënies mes mendjes së shëndosh dhe argumentit të saktë. Dhe s'kemi na nevojë me epoket shem matematikore që ka bëu Fakhruddin Ar-Raziu, do thot në lidhje me përparësinë mendja apo argumenti. Dhe ka bëu një shem matematikore, ka thonë se nëse do vinë argumentet fetare ndesh me logjikën e njeriut, ku do t'i japim përparësi? Thot nëse japim përparësi argumentet fetar para logjikës, atëherë do t'i kuptojmë argumentet fetare. Kjo don, andaj thot nëse pranojmë dyjat është e pamundshme, se dy të kundërthënëse nuk mund të pranohen. Nëse prashtojmë dyjat nuk mundet, sepse jesim pa do thot informata. Andaj fazën e parë e eliminon, dytën e eliminon, tretën nëse japim përparësi argumentit para mendjes, ose pa mendjes mund t'i kuptojmë, atëherë kemi kuptim jo të saktë argumenteve, edhe konkludon se mendja është para argumentit fetar, se me te kuptojmë argumentin fetar. Kjo është e skema matematikore që e bën domethënë. E kësaj skeme matematikore Imam Ibn Taymija rahimahullah I përgjigjet dhe I tregon se në parim nuk ka kundërthënie mes logjikës së shëndosh dhe argumentit të saktë. Dhe nëse ndodh kundërthënia mes kësaj dhe asaj, vjen për shkak se mendja nuk është e shëndosh apo argumenti nuk është I saktë. Pse? Sepse mendjen që e ka njeriu me cilin I kupton gjanat, ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, ai e ka krijuar. Dhe shpalljen që është burimi I argumenteve, ai e ka zbritur. Ana nuk mund të ketë kundërthënie mes mendjes së shëndosh që e ka krijuar Allahu dhe argumentit të saktë që ka zbritur Allahu. Po kur ndodh kundërthënia, atëherë kur mendja e njeriu deformohet nga ndikimet kulturore në vendet ku jetojnë pa fe. Atë andaj për shembull njeriu që mendon, hulumton me logjikën e vet pa udhëzime hyjnore, atëherë ajo transformohet domethënë në mendje të devijuar. Për shembull, shumë për të kuptuar shumë thjesht. Deri para disa viteve, domethënë thuj 10-15 vjet, jo më shumë, këtë dynjaja domethënë homoseksualizmin e kanë kuptuar si dukuri negative. Dhe askush ka guxuar me ngrit zonë me thonë me bë normale. Këtë mendjet e njerëzve, domethënë ndikim të udhëzimeve hyjnore normalisht. Mirë, po çka ndodh tash në dekadën e fundit, në 20 vjet e fundit, dalin her pas here domethënë një grup I vogël njerëzve që mundohen me thonë që jo, ajo ka qenë gabim, tash mendja e shëndosh është që me pranuar edhe atë si të barabartë me ty. Edhe nëse hesht shumica, atër kadar fillon mendja me aprovu, domethënë na gjithë dim 2-3 vitet e fundit në shumë shtete të Ballkanit dhe të Evropës kanë sjell ligje, kanë pru produkt mendjes ligje, kanë pru ligje për mi mbrojt ata. Çaj dal nga dal më u bë domethënë, edhe ata fëmijët e tonë, nipat e tonë kur të rritën në ambient tillë, atëherë thonë, kjo ka normal. Domethënë si deformohet mendja. Andaj ajo mendje e atill s'mund të kanë përputhje me argumentet fetare. Pse është jo e shëndosh, është e smund. Është e deformuar. Ose në anën tjetër argumenti mos më koni sakt. Por shumë vjen dikush të tregon një hadith maudhu, trillum apo krif. Edhe anis, hadithi gat një faqe e xhims, me nxesje e sos. Edhe aty shka s'ka, ty li fal prallë muhabeti. Edhe shka thotë, ja Allah, se pranon mendja shëndosh. Se pranon.
Se është i trillum, nuk ka burim hynor. Është njëri e ka shpik, në njëri i ka tek ka nis. Një ondër e ka pa dhe ka bu hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose një komentim i gabuar i ajetit kuranor. Andaj duke nis nga ky parim të tregu se argumentet fetare të sakta s'mund të binë ndesh me mendjen e shëndosh e demonton këtë matematikë të Farid Raziut dhe do të e bjerë se njeriu domethënë me mendjen e tij shëndosh i kupton argumentet fetare dhe dyjet janë begati për Allahut subhanahu wa taala dhe asesi nuk i lejohet ai ta bën këtë rast mendjen prodhues të argumenteve. Por duhet i frymzuar me domethënë argumentet fetare të ndihmon në kuptimin e tyre dhe në pastaj zbërthimin e tyre dhe nxjerrjen e rregullave fetare, domethënë prej argumenteve fetare. Andaj Allahu subhanahu wa taala u detohet njerëzve se njerëzit në lidhje me fen duhet të nënshtrohen. Domthon raporti i njerëzve me fen është raport nënshtrimi, dorëzimi, jo raport rivaliteti. Ti nuk mundesh me thonë unë edhe ai. Po thot unë i nështrona ati, s'mundesh se flasim na për Allah, për Zot, krijuesi i qiellit dhe tokës, i gjithdijshëm. Andaj wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, atë që va jep pejgamberi merrni, atë që va ndaloni pesaj, wattaqullah, keni fik Allahun, inna Allaha shadidul iqab, Allahu është ai që dënon ashpër. El-Hashr ayet 7. Domethënë çka ti jep urdhën pejgamberit sa mësoj atë, s'ke çka ti me filozofu aty shoh. Ose në surën Al-Ahzab ayet 36 Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina." Nuk i takon një besimtar dhe një besimtares që kur të vendos Allahu dhu xhelal në një çështje dhe pejgamberi i tij që ata të kenë të drejtë të zgjedhin, domthonë, e pranojnë apo nuk e pranojnë, e marrin apo s'e marrin. Si takon besimtarët dhe besimtares. Se ai që tregohet i pandëgjueshëm karshi Allahut dhe pejgamberit të tij, ai ka devijuar me një devijim të qartë. Në këtë rast kur të vjen urdhni i Allahut apo urdhni i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ti do të vjen rendi i nënshtrimit asgjë më tepër. 5. Pasimi i verbër dhe fanatizmi. Këtë e shohim shpesh në jetë, domethënë. Ballafaqomi. Edhe kjo fatkeqësisht transferohet edhe në brezat e ri. Do të ka qenë kalumen kjo ma problem. Domethënë ki brez të vjetër që është mësuar në një formë të fesë, dhe vin brez i ri, lexojnë, studiojnë, mësojnë, edhe ka, do thotë mos marrëveshje, ka konflikt, kuptohet dallimi i brezave. Ama kur kjo smundje transferohet edhe në brezin e ri dhe i riu që lexon, që studion, që më shumë mendje kthell, që shef gjërat pak më largë, më gjon, edhe me teve pas problem është me të vërtet smundje. Fanatizmi dhe pasimi i verbër po do të transferohet edhe tash në forma të reja. Nëse ka qenë më një shekull për shekujve fanatizmi për medhhebin shkak i përçarjes muslimanëve dhe konfliktit mes tyre, konfliktet ideologjik ose akademik, tani ka kalu në fanatizmi për hoxh. Hoxha jem apo i joti. Edhe ta shembull me fanatizëm e mbron qëndrimin e hoxhës vet apo ai tjetër që edhe krijohet domo konflikt apo krijohet domethënë një lloj mosmarrëveshje. Që padyshim është situatë do thotë jo e mirë, jo e shëndosh në komunikim të njerëzve. Do të na kemi pas shumë raste ku njerëzit kanë refuzuar domo fakte, argumente pse të menduar se ajo që ai ka qenë është e saktë absolute dhe kjo që ti e thu është e gabuar. Bile ekstremizmi kanë herë shkon deri në skajet më të paimagjinueshme. Edhe është një debat i vërtet që ka ndodhur, normalisht kjo tregon ignorancën e tij, po ja çfarë do të thonë fanatizmi. Edhe pyesin një plagë domethënë prej muslimanëve tonë, i thënë, do thotë, cilën ti e don më shumë? A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a Imam Ebu Hanife? Rahimahullahu taala. Ai thotë atë tonin e du më shumë. E cilë është joni Imam Ebu Hanife rëmë. Pse a i se ka kuptu se imam i gjithë është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose se ka mësu dikush këtë punë. Se dhe Imam Ebu Hanife rahimahullahu imam vetë ka pas pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe se a i si kur se na gjithë e dim, do thot i ka mësu musliman me argumente dhe me fakte,
dhe i ka pas ishtihadet e veta, kush ka pas fakte dhe argumente. Dhe ndjekja e mëdhëbit nuk është, domethënë, problem vetvetiu nëse nuk çon në fanatizëm. Se është një prej mënyrave të kuptimit të fesë, ma lehtë. E ki kodifikuar, domethënë, të përmbledhur me një mëdhëb, edhe e kupton ma lehtë. Mirë, po qëllimi i mëdhëbit është me mbrit argumenti, e jo me metit e mëdhëbi. E pastaj me mëdhëb me kundërshtuar argumentin. Kjo është ajo fanatizmi, domethënë. Dash ky shembull ku e përmendim dikush thotë, po ku e keni gjetë këtë shembullin më të keq? Unë bëllë më kumërin, do më thotë që këtë janë kështu. Ama mundet me më një pratë, na do të më mësu musliman zakonisht me u folë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për sunetin e tij. Edhe normalisht me folë edhe për vlerën e imamëve dhe ulemave, dhe respektin tonë ndaj tyre dhe dashurinë që me pas ndaj tyre. Ama asesi me leju që dashuria ndaj imamëve o xhallarëve me e parakalu, do më thonë se me e kalu, do thotë dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ta bëjmë këtë, do këtë rangim si duhet, atëherë eliminohet mundësia e keq kuptimit të situatave. Andaj Allahu subhanahu wa taala tregon: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana." Kalu me kur është thon njerëzve ndjekni atë që ka shpall Allahu subhanahu wa taala, ka thonë jo, po e ndjekim traditat e baballarëve tonë. Edhe kjo ndodh për shembull në shumë raste kur shkojnë hoxhallar në pajtim me gjaçeve. Edhe u thënë ata, apo doni me gjykun këtë problem që ujnë me shariat, me Kur'an dhe Sunet, thënë jo, me traditat tona. Që kjo është e njëjta fjalë. Jo, me traditat e baballarëve tonë. E kjo është fjalë që kanë thonë mushrikët, fjalë e rrezikshme. Dhe inshallah Zoti nuk i sprovon, ama kjo është shumë e rrezikshme dhe e eliminon besimin nga zemra dhe mendja e atij njeriu. Andaj gjithashtu një shembull të imitimit ose fanatizmit për liderin i cili është gabim, thot Allahu subhanahu wa taala: "Yawma tuqallabu wujuhum fi an-nar", a ditë kur do të rrotullohet mendja ose fytyra e tyre në zjarr, duke u djegë sikur ata do të tashin të pulat që i pjekin të i rrotullu, ashtu edhe fytyrat e njerëzve. Yakulun, do të thënë, ja lejtena ata'na Allah wa ata'na ar-rasul. Sikur të kishim respektuar Allahun, edhe të kishim respektuar pejgamberin. Wa qalu, do të thënë, Rabbana, o Zoti jon, inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Na i respektuam parin ton dhe liderët ton, të mëdhejt ton. Fa dhalluna as-sabil. Mirë po ata u bon sebeb me në largu nga rruga e drejtë. Që ndodh? Rabbena atihim dhifejni min al-adhab, atyve jepja 2 hise azapi. Hisën e vetë edhe hisën tonë. Që na zdim, gjahila, dhe kështë e vërtet. Andaj gjdo fshat, ose qytet, ku ka ignorancë edhe ku ka munges udhëzimi, vjen se s'ka hoxh, ose pse s'punon e hoxha. Gjdo fshat që ka udhëzim, apo ka fe, vjen si shkak i pranisë së hoxhës apo aktivitetit të hoxhës. Andaj ky thot jepi aty 2 hiset azabit. Wal anhum la'nan kabira, dhe mallkoi me një mallkim të madh. Dhe mallkoi me një mallkim të madh. E gjashtë, përzierja dhe shoqërimi me pasuesit e të keqës, domethënë epshit. Edhe kjo është problem, andaj shiko ka e ki shok. Me karin me nejt me djetar që ndjek Kur'an dhe Sunet fiton, nëse ndjek me njerëzit që nëse rin me njerëzit që ndjekin epshin, atëre pa dyshim keme undiku me te. Edhe këtë në tërgon si shembull Allahu subhanahu wa surën Furqan, ajeti 66-68: "Wa yawma ya'ud zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا." A dit kur do të kafshon zullumçari duart e tij e do të thot, sikur të kisha marr rrugë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Sikur mos ta kisha marr filanin mik timin, i cili më devijoi nga rruga e drejtë. Edhe pse un
e dija se isha përkujtu me të me fakte argumente. Wa kana shejtanu lil insani khadhula, shejtani është tradhtari i njeriut. E mashtron, e shtin fund, e tradhton fund kur ai ka nevojë për të. Normalisht argumentet që flasin për këtë temë gjithashtu janë të shumta, po 7 heshtja e dietarëve dhe fshehja e turisë është burim i bitateve. E përmenda pak më herët si shembull. Kërkohet guxim akademik me promovu të vërtetën. Jo çfarë është e lehtë. Dhe këtu i kemi 2 nivele domethënë të problemit. Një është niveli i kaluar që njerëzit e kanë heshtë të vërtetën për shkak të asaj që është bërë e zakonshme në xhamat. Edhe moxhallarët e ri transferohet në një problem kur ata s'kan guxim intelektual ta ndrojnë mendimin e tyre nëse të kaluara kanë pas gabim. Nëse të kaluarën ka pas një qëndrim për një çështje bashkohore, që është dinamike, edhe mendimet e ulemave janë divergjente në lidhje me të. Dhe ai ka marrë një mendim dhe ka promovuar si mendim të saktë dhe të gjitha mendimet e kundërtat si të gabuara dhe devijuara. Mirë po e ka pas se ai mendim ka bo fesat, ka bo fitnë në mesin e xhamat dhe është bind me fakte argumente se ai është i gabum. Mirë, çka ndodh? Ai pastaj nuk ka guxim intelektual me shpej publikisht me thonë, o vllazni, o xhamat. Unë deri dje kam pas këtë mendim, mirë po jam bind se kjo është gabim. Edhe na duhet me ndru këtë mendim, me shku mendimin tjetër. Mirë po tash, kur e din se xhamat kam thonë, o hoq, po na jemi i dhu me shumë njerëz, jemi përla me fjalë me shumë njerëz, se vetë çndrimit tan. E ta shqysh me këti mas, edhe ai kthehet, tamam, po vazhdojmë si jemi. Edhe kjo është domethënë, fakisht heshtje dietar dhe fshehje e diturisë. Do shmekoni guximshëm në promovimin ose publikimin e mendimit tan. Pa marr parasysh xhamati jot, a i pëlqen as i pëlqen. Se po bëhet hoxha këtë rast viktimi i xhamatit vet. Edhe në vend se xhamatin e vet më apështat Islamit, Islamin po apështat xhamatit vet. Edhe pse thret Kur'an dhe Sunet edhe në rrugë të selefit, ama praktikisht kështu po ndodh. Për hatër një 5-6 vetave, 10 vetave që i ka si ma kryesor në xhamatin e vet, ai zguxon me i thon dy llafe ndryshe për asaj që i ka mësuar ai vet kalumen. Si dhe Sheikh Albani rahimahullahu taala vazhdimisht dituria fetare është lëndë gjallë, nuk pranon ngurtësi. Mundot njëri me pas një qëndrim djesot me pas qëndrim tjetër. Në bazë të argumentit, jo të epshit, bazë debatit akademik. Kjo ka ndodhur me imam, ka ndodhur Imam Shafiu rahimahullahu taala, në Bagdad ka pas mendime tjera, në Kairo, në Egjipt ka pas mendime tjera. Imam Tahaviu ka qenë Shafit, pastaj është ndru Hanefit. Dhe ulemat kanë lëviz për qëndrimet veta konform argumenteve që kanë ardhur. Dhe kërko është turp. Ama asesi me hesht të vërtetën. Do të me publiku atë se fundi fundit kjo është një beslidhje mes ulemave dhe Allahut subhanahu wa taala. Që na tregon këtë Allahu në Kur'an ku thot innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fi al-kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Andaj thot Allahu subhanahu wa taala, ata që fshehin argumentet që i kemi zbrit në të qarta dhe udhëzime, pasi që va kanë sqaruar njerëzve, ata i mallkon Allahu dhe i mallkojnë mallkuesit, përveç atyre që pendohen dhe e korrigjojnë gabimin e tyre dhe sqarojnë qëndrimin e saktë, atyre va pranoj pendimin se unë jam pendim pranuesi dhe i mëshirshëm. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala tregon për këtë beslidhen që thash, dhe kjo është ajeti Bekara 159, 160 dhe në ajetin tjetër në surën Ali Imran ajeti 187 thot وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورٍ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. Andaj dhe kur Allahu mori besën nga ata që u dha librin, diturin, se do t'ju asharojnë njerëzve këtë dituri dhe nuk do t'a fshehin ata. E këta e lanë pa shpine këtë beslidhje dhe i shitën në më thonë këtë dituri për pak
vlerë sa gjë të shëmtuar kanë shit dhe kanë blerë ata. Andaj ulemat e kanë obligim me shëru, dhe sidomos në momentet e vështira, dhe këtu është një problem tjetër që shpesh herë ndodh për xhallarëve tonë të nderuar, të respektuar, që në momenti kur është kriza duke vlu ai hesht dhe nuk e tregon qëndrimin e tij për ose kundër. Se në momentet kritike të krizave, hoxha duhet me qenë ai i cili e pret punën, jo me hesht. Dhe mos me alon këtë punë dorë masës gjërë avamit, sa ata mundet me i kesh kuptu gjërat dhe mundet me i zbatu gabimisht. Dhe për këtë shkak kemi nevojë që do ta kemi parasysh këtë fakt dhe këtë vërtetë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i mëson domosdoshmë muslimanët, normalisht ata që kanë dijen të parë, kush e shef një të keqe ta ndron me dorë, s'ka mundësi atëherë me gojë, s'ka mundësi atëherë me zemër, por kjo është imani më i dobët. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin tjetër, ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab. Çdo pejgamber që ka dërguar Allahu më herët ka pas do thot ndihmtar edhe shok që e kanë ndihmuar, ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amrihi, zbatojnë sunetin e tij dhe veprojnë sipas urdhave të tij. Thumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun, e pastaj vijuan breza pas tyre, yaquluna ma la yaf'alun, thojnë atë që nuk e veprojnë, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dhe veprojnë atë që nuk urdhnohen me të. Faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min, ai që lufton me dorën e vet është besimtar, ai që lufton me gjuhën e tij është besimtar, dhe ai që lufton me zemrën e tij është besimtar. Wa laysa wara'a dhalika min al-iman habata khardal, e pas kësaj nuk mbetet në zemrën e tij iman as sa një grimc e domethënë melit. E teta përgjësimi dhe pasimi i verbet i jo besimtarve është për shkaqeve që sjellin bidatet, dhe kjo domethënë është e vërtetë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht i ka ndaluar muslimanët që të ndjekin të tjerët, andaj dhe ka treguar se kjo ka më ndodhur fatkeqësisht, le të bian nasan men kana qablakum shibran bi shibr wa dhiraban bi dhirab hatta idha dakhalu hujra rabbina dakhaltumuh qalu al yahud wa an-nasara qala faman in lam yakun haula. Do të ndjekni hapat e të tjerëve hap pas hapi, saqë nëse futen në vrimën e hardhucës do të futen edhe ju në advent. E than a krishterët edhe çifotët thanë po kënd nëse jo ata. Ky hadithi ka dy transmetime, një transmetim është romakët edhe bizantinët edhe persianët, një hadith është jehudët edhe krishterët. Dhe ulemat kur e kanë komentuar se është Imam Ibn Taymija rahimahullah në librin e Iqtidas Siratal Mustaqim Mukhalafat wa Ashab al-Jahim, se ndjekja rrugës drejt do të thotë kundërshtimi i rrugës së banorëve të xhenemit. Thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur këta dy kategori sepse disa do të imitojnë të tjerat në aspektet fetare e disa do të imitojnë të tjerat në aspektet kulturore. Edhe kjo fatkeqësisht edhe kjo ka ndodhur në mesin e muslimanëve. Dhe gjithashtu prej mënyrave, domethënë shkaqeve që përhapin bidatin është mbështetja në hadithe të dobta të filluara. Si përmenda pak më herët. Ti thua një vepër e mirë, duhet me bo se ka çka se vape, kur e verifikon ai baza e asaj vepre është hadith i tillum apo krif. Atëra ajo vepër automatikisht bëhet bidat. Dhe dhjeta e fundit do ekstremizmi ose te madhërimi ose te respektimi i njerëzve, domethënë sjell deri te përhapja e bidateve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam iyakum wal ghuluw fi din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi din, kujdes nga teprimi në fe, sepse ajo që ka shkatruar popujt parasysh ka qenë teprimi në fe. Dhe të kalojmë pastaj prej kësaj, se s'kemi kohë domethënë me sqaruar të gjitha këto gjëra, ndarjen e risive, te pasojat. Ka pendim për bidatxhiun nëse ai pendohet dhe e sqaron domethënë se ajo që ka vënë të kalumen është bidat.
pendimi i risimtarit, pasojat dhe damet e risive. Edhe tu t'i bim shkurt se shumë mëllamet të hini shkaj, dhe më thonë shumë e kumë zgjatë, mëllamaremi veç është të prit fajronin. Risit janë, do thot, jetë që e që njeri në kufër. Kjo do të zakonisht kështu ndodh, edhe është interesant nga përvoja e njerëzve. Sot na kur analizojmë fenomenin e fetarizmin tek njerëz, e shohim se një njeri i cili e nis fetarizmin e tij, udhëzimin e tij në Kur'an dhe Sunet, është stabil në udhëzimin e tij. Mund ndodh bien mëkata, ama nuk ndron, por është i bereqetshëm, se udhëzimi i tij është me, do thot, mbështetet në argumente të bereqetshme në Kur'an dhe Sunet. Për dallim për atij që është bidatçi. Te ai do thot ka shumë ndryshime, edhe ato ndryshime faktikisht e bëjnë të luhatshëm dhe nuk e bëjnë stabil, dhe ndoshta në momente të caktuara e çojnë deri në kufër. Dhe kjo ka ndodhur në shumë raste, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur flet për xhavarixhët, një sekt për sekteve të devijuara, thot yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahmu min ar-ramiya, thot dalin nga feja sikur se del shigjeta nga harku. Andaj tregohet për disa ulemat selef që kanë thonë se filani është kthy, ka thonë është vështirë më u kthy njëri që del, sikur se kthehet shigjeta në harkun, ashtu edhe njeriu më u kthy sunet pas bidat është vështirë. Po çdo qoftë, domethënë zakonisht bidati shkon tu e largu njerin nga hejri, derisa ta zhyt të rësisht në gjunahe edhe në dështim. E dyta, të folurit për Allahun pa dituri, përmendëm na, me arët se për mëkateve më të mëdha që ka rendit Allahun në Kur'an, është folurit mbi Allahun pa dituri. Edhe normalisht kjo është mëkat i madh, më i madh se sa shirku. Gjithashtu për damëve të bidate është se ata i armiqsojnë i thartë të sunetit, dhe kjo vërrehet domethënë në përditshmërinë tonë, se sa ata kanë energji, sa kanë fuqi ata me fol keq për njerëzit që mundohen të përhapin sunetin. Edhe etiketet janë të gatshme, ekstremist, radikalist, vahabist, e kështu me radhë. Këtë këto vetëm me të nal prej mësimit Kur'an dhe sunetit dhe përhapjes së sunetit në mesin e njerëzve. Janë arrogant, janë të vrash, janë të pamërshirshëm, janë gatshëm çdo se me bëj vetëm me të nal, ty mos më përhap, domethënë. Thojnë normalisht ta akuzojnë ty se vret musliman, ta akuzojnë ty se bën tekfir musliman, ta akuzojnë ty se je kanibalist, ta akuzojnë ty se domethënë je i pamërshirshëm, e kështu me radhë, nuk e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk e don ulemat, këtë akuza gatshme me të nal ty nga thënia e vërtetës. Refuzohet vepra e bidatxhiut, domethënë e përmendëm në hadithin, kush bën një vepër që nuk ka bazë në fenë tonë është e refuzuar, dhe mjafton kjo me kon rrezik nga bidati. 5 pasojat dhe përfundimet e këqija për bidatxhiun, padyshim refuzimi i sunetit dhe zhytja në bidate i sjell fund të keq. Sidomos nëse është refuzimi i sunetit me tallje. E kam marrë në një ligjërat para 20 viteve, disa ligjërata të kapujt për Kur'an dhe Sunet, janë 4 ligjërata, dhe në fond kam përmend disa shembuj që kanë përmend ulemat në librat e tyre të atyre që janë tallë me Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe ndëshkimi i Allahut ndaj tyre. Për shembull, njëri prej tyre ka thonë kur e ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se nxënësi i dijes, do thot se melaqet i ulin krahët e tyre për toke në shenjë respekti për nxënësin e dijes. E ky në ka thonë, kur i ka po do të gjem të shku në xhami me mësu fen, i ka thonë, ka dasë po ja shkelni krahët me laqeve. Është tallë. Thot ati njerit nuk ka zgjat shumë, ju kanë tha komt. Allah i ka thonë fund keq në dunjë para se me e dënu atë në ahiret. Ose një rast tjetër që përmend ulemat në për librat e tyre, njëri kur e ka ndëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se mos shkoni para imamit në ruku. Se ai që shkon para imamit në ruku ose kthehet para imamit nga rukuja,
kanë frikë se Allahu ati do t'ja bën fytyrën e gomarit ose kokën e gomarit. Edhe ki është talë me këtë hadith. Është talë me këtë hadith, nuk i ka besu. Edhe Allahu ja shëndron ati kokën në kokë gomarit. Tash këta tregime që janë në për librat e ulemave, ndoshta dikush nuk i beson. Mirë po mbrëmu në lexojsha një rast që tregon Sheikh Abu Ishaq al-Huwaini, hafidhahullahu taala. Një jo musliman, mjek për ndryshe, mjek do thot kirurg i kirurgjisë plastike do për likur, e ka shkruajt në femrën e tij emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E ka shkruajt që ta shkelë domethënë vazhdimisht. Çka ndodh, nuk zgjat shumë, ati i shfaqet gangrena dhe detyrohet ta pret komën e tij. Nuk kjo për ndodhive bashkëkohore. Edhe kësi gjëra domosdoshmë nuk janë të pamundshme për Allahun subhanahu wa taala, me pas fundin e keq ai i cili do e kundërshton sunnetin e pejgamberit dhe tallet me të. Do normalisht mjafton që dami keq se kupton fen gabimisht. I shtrembron kuptimin e fesë. Nuk i pranohet dëshmia dhe transmetimi i bidatxhiut, për shembull, nëse është koha e transmetimit të haditheve, nuk mirët hadithi prej bidatxhiut. Edhe nuk mirët bidatxhiu si dëshmitar në ndonjë, do thotë, seancë gjyqësore në lidhje me ndonjë problem. Zakonisht bidatxhiu ka të llovin kokën e tij. S'din katër ku të shkon, anë djathtë anë të majt. Se njerë para një viti 2 thot kjo tamam. Mas një viti 2 thot jo ajo po kjo. Mas 3 viti thot jo ajo po kjo. Edhe vazhdimisht ai ndron qëndrime edhe parime. 9. Rësimtari bidatxhiu bën plotësimin e shariatit duke menduar se rësia e tij do thot e plotson atë që ka lënë mangë shariati dhe me këtë e vendon vetveten pozitë të ligjvanësit. Edhe padyshim se kjo është mëkat i madh edhe i qartë. Ati përzihen e vërteta dhe e pavërteta, a zakonisht do thot Allahu në Kur'an neve na ka sjellë vërtetën të qartë. Edhe ju ka drejtuar ehli kitabit dhe i ka thonë la talbisu haqqa bil batil, mos e përzihni të vërtetën me të kotën. Edhe ehli suneti atë punë bëjnë, mundohen vazhdimisht ta bëjnë qartë hakun dhe ta bëjnë qartë të kotën. Dhe mos lejojnë që ata të përzihen me zveti. Bidatxhiu e mbart mëkatin e vet edhe të atij që e ndjek në bidatën e tij, sikur se përmendëm në hadithin e mëhershëm. Bidatxiu e çon mallkim te Allahu subhanahu wa taala. Si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata që bëjnë bidatën në Medinë, thot men ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alayhi lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, ai që shpik ndonjë shpikje në të apo e mbështet ose i jep strehim ndonjë bidatxhiut, atij takon mallkimi i Allahut, i melaqeve dhe i mbar njerëzve. Andaj fiton mallkimin e Allahut subhanahu wa taala. Bidati bëhet sebeb që njeriu të pengohet pin nga havuzi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe treguam tregimin më herët. Bidati e bën sebeb që të largon njeriu nga përmendja e Allahut dhu xhelal, sepse Allahu subhanahu wa taala përmendet duke cituar atë ajetet e tija apo duke përmend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe hadithet e tija. Bidatxhit e fshehin të vërtetën dhe mbulojnë parapasuesve të tyre, se me dalë shesh atëre u hub xhamati dhe kështu ata e fshehin dhe bëjnë mëkatin e fshehjes së diturisë. Bidatxhiun veprat e veta të bidatit e largojnë atë nga Islami, nuk ja shtojnë imanin edhe nuk ja shtojnë veprat e mira. Bidatxhiu e përçan ummetin, sepse bidati përçan, andaj na ulemat kanë thënë vazhdimisht ehli sunnati wal jamaa wa ahli al bid'ati wal firqa. I thart e sunetit dhe xhamatit bashkësisë dhe i thart e bidatit dhe përçarjes. Bidati nuk mundet me bashku, bidati zakonisht përçan. Andaj gjithashtu prej pasojave që ka se bidatxiu
lejohet të përgojohet publikisht nëse është thirrës në bidat, sepse duhet ta mbrojsh umetin nga sheri i tij. Bidatxhiu e pason epshin e tij dhe i natoset kundër shariatit dhe kundërshton atë. Pra këto janë do të pasojat të cilat i sjell bidati në jetën e besimtarit. Lutim Allahun të na ruan prej tyre dhe prej bidateve në jetën tonë. Lutim Allahun të na jep të dobishme dhe vepra të mira, na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra. Lutim Allahun xhelal që vazhdimisht na ndihmon të ndjekim rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabëve të tij, ulemave dhe imamëve që kanë sqaruar këtë rrugë deri ditën e sotit, të bëjmë vepra që me to është i kënaqur Allahu dhe do të kënaqemi na kur të shohim ato vepra para nesh ditën e llogarisë para Allahu subhanahu wa taala. Me këtë ligjërat na japim fund, do thot edhe këtij seminari, nëse ka dikush pyetje me parashtru, do të kemi pak kohë disponibil para se me fali që